Kjo mesa më ka ardhur për Amerikës. Okej. Djali mi jeton atje. Që ka emrin? Ivy. Ivy, rujt zoti. Edhe që e kënaqi. Sa ma tafër me qenë me fëmijët, po që ishte me nipat me mbesat, me shpreh dashuri edhe me u kënaq duke po të rrit. Gjyshja ka vdek pak ma vonë, po kam qenë shumë i vogël, kështu që se moj me veç tregimet e nondet. Po leqis ata, po bob më fort se moj me që më ka mojt. Ju jeni? Ismet Shavoni. Ismet, sot e kena temën bashkë për fëmijët. Sa duhet gjysherit të kujdesen për fëmijët e djemve? Shumë. Ti je gjysh apo është vajza jote? Gjysh. Gjysh. Që 18 jem gjysh. Që 18 je gjysh. Sa keni kohë edhe nerva më mirë me fëmijët? Shumë kam kohë për shkak se kam dalë në penzion. Po. Edhe tash është kënaqësi. Kur ndaj kohën me nipa me mbesa. Kjo mesa më ka ardhur për Amerikës. Okej. Djali mi jeton atje. Që ka emrin? Ivy. Ivy, rujt zoti. Edhe që e kënaqi. Edhe, a keni pas kohë të mjaftueshme me marrë fëmijën tanë në krah me dalë në qytet? Jo. Po dash me punua? A është kjo arsyeja që gjyshrit i marrin nipat edhe i kushtojnë më shumë vëmendje për arsye se s'kan pas kohë edhe mundësi më mirë me fëmijët e tyre? Është njëra prej arsye, po arsye tjetër është se jo që s'kemi pas kohë, po s'kemi mujt as atë dashnin me ndje, kurse ki afër të ka mungu. Tash këta po na plotësojnë. Ju plotësojnë. Absolutisht. Kënaqësi shumë kur prej shumë të rrit duart e gjyshit të gjyshes. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë gjithë njerëzve të botës, gjithë gjyshërit dhe gjyshërve? Sa ma tafër me qenë me fëmijët, po që ishte me nipat me mbesat, me shpreh dashuri edhe me u kënaq duke po të rrit. A kena i moment... Sepse pa ta s'ka jetë, pa ta s'ka rujtje të racës. E vërtet. A ka ndaj moment që e mon mend ti që gjyshi yt ka kap për dore me dalë në qytet? Fatkeqësisht nëse kur njoh gjyshin hiç, se ka vdek para se me lindën, Kështu që s'kam atë moment. E gjyshen? Mirë, po gjyshja ka vdek pak ma vonë, po kam qenë shumë i vogël, kështu që se moj me veç tregimet e nondet. Po leqis ata, po bob më fort se moj me që më ka mojt. Seriozisht? Për shkak se angazhimit, po thonë, mu dash me mojt familjen, mu dash me... Angazhime ka pas shumë për ata. S'kam në moment, s'ke nështë që tash momentin se manë me që pe manë gjyshi, po... Kur u bane bab ti, kur e linde djalin tanë ose vajzën e fëmijën e parë, Po? çfarë shkoj në mendje? Po, në mendje më shkoj që përgjegjësia u shtu. Në parë, një shumë ma përgjegjës. Ndaj familjes që po kryovej, edhe e ndjeva se tash do të dashurin, jo veç ndaj shoqes po do të me ndodhë me fëmin, se vajzë e këm pasë parën. Atë ka shku, atë ka kujtu edhe vetja jote, kur prindërit e to nashti nuk kanë mujtë më mirë shumë e ty. Ja, në ato momente jo. Mesazhi yt për gjithë fëmijët e botës? Thash, me shpreh dashuri, në të parë ndaj fëmijëve, dhe i sot t'i ndajsh. Në kuptimit që ata kryojnë familje, po mas andej edhe me nipa me mesa. Sa ma shumë me shpreh dashuri, sa ma shumë i dash, sa ma shumë u kujdes me ta, sa ma shumë i eduku. Se po shumë gjëratat e sotit, fatkeqësisht, s'po shprehin nga kujt, po fatkeqësisht nuk jenë sikon na. Edhe ti jeton në Amerikë apo në Kosovë? Jo, unë jetë e Prishtinë, tu. Kam jetu jashtë në një kohë, një 8 vite në Gjermani. Kur po fol për mesën, po emocionohesh. Është nashti ai malli? E kam të djalit, fëmia i parë i djalit, se veç një djalë e kam. I po kam shumë mesa nipa të vajzave, sa të jetojnë edhe në Zvicër, në Gjermani, edhe në Prishtinë këtu. E këto kam të parin fëmijë që më ka bërë gjysh nga shtëpia. Vërtet. Ja gjysh i dojve. Gjysh vërtet. Gjysh i shtëpisë, që ata po thonë. E ka orë në vizitë. U boft një qytet prej saj,
E inshallah Veç në Amerikë, këtu. u bof një qytet në Kosovë, Qashtë. u kthevt në Kosovë. Qashtë. E ju të dashurimisht që rrini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na, shumë e dhimbshme fëmijët tanë që ikin jashtë Kosovës dhe jetojnë, emigrojnë, krijojnë familje, po prap Kosovën se harrojnë. Kështu që duani gjyshrit, duani prindrit, sepse askush nuk ju do më shumë se familja juaj.